Nëse kjo objekt në pronë publike nuk mundet më bo kjo. Nëse është me AKP-n? Nëse është me AKP njëjtë, është shoqërore, nuk mund vetëm jemi të bisedu në private. Për shembull, nëse jeni dikujna në pronë të ndonjë fshiut 1 metër, gjysmë metër, atë do të pëlqimet e gjitha tina, noterit, që ajo pjesë të afrohet tek ti. Domethënë kjo është edhe në bazë të ligjit dhe nuk mund të dalim për te i kësaj. Legalizimin shpejt në bazë të gjithçka që është më thjesht mund ta bëjnë ata që e kanë objektin pa leje, por e kanë në pronën e tyre. Pronën e tyre, imotjet gjeodezike janë të rregullta, është domethënë para vitit 2018 e bërë si proces. Çka pas? Pas, sigurisht që do të pritet me lesë si do të vepron, kjo është në nivel Kosovë, ndonjë ndryshim, sigurisht që unë besoj që Ministria e Ambientit do të merë ndonjë vendim, për gjithë këto, sepse kemi shumë legalizime që janë një pjesë të pronave që nuk kemi halot e definuara, mirë po prapë se prapë këto të gjitha hynë në listën e pritjes. Nëse për shembull një pjesë në pronë publike ose ki ndonjë problem tjetër, atëherë në listë të pritjes. Jo, mbi ndërtime nuk ka, sigurisht që janë shtëpia më shumë kategorisë ne, edhe aty është kërkesa më e madhe e qytetarëve, mos harroni se po bllokohet një pronë tjetër. Mirë po komuna duke vazhdu, domethënë punët edhe me këto të kategorisë 2. Si për shembull kemi ndërtesa të mëdha, që janë para 2018-s, dhe sot për shembull banorët e kanë problem nuk mund me nxjerrë një fletë poseduese. Është shumë problematike për ta, se nuk ka besueshmëri nëse bën vetëm me avokat panatar. Do të ketë legalizim të një komplet banese që është bërë pa leje, por jo mbi ndërtimeve pa pëlqim. Po, gjithsesi, domethënë banesës, po veç ama prona është e definuar. Problemi gjithmonë mbi ndërtim mos harroni, është prona që nuk është e definuar. Sepse prona, mund të qenë pronë komunale ose pronë e përbashkët, pa i pas të gjitha nënshkrimet është e pamundën. Sepse atëherë nëse komuna legalizon mbi ndërtim, atëherë ti automatikisht e dëmton dikon tjetër, ose dikush tjetër mund të pas pretendimet e njëjta. Dhe besoj që do të jemi shumë më mirë, dukshëm më mirë se gjitha vitet tjera. Këtë e them me siguri, me garancian, se neve prapë kam në mu taku në fund vitet, sigurisht, po besoj që dhe në fund vitet kam pas shumë legalizime se çdo vit tjetër. Është një përqendrim më i madh, një korrektësi, ashtu një bashkëpunim me qytetari, presim, kur po është bashkëpunim me qytetar, po është shumë më i lehtë. Besoj tepër më i lehtë. Pra ju po i ftoni qytetarët që të vinë dhe të vazhdojnë. Gjithsesi, me arë, me po ku është lënda e tyre, për shembull, 20.000 lëndë tash, nuk mund të gjithsesi lëndë me marr. Po me po, për shembull, gjithashtu unë e kom po pak një problematikove të fundit që e kemi trajtu, o që shumë qytetarë jalojnë punë geodetit. Për shembull, geodeti ka, si me thonë, ka geodet që i ka 1.000 raste, për shembull, për marim shembull. Nëse i ketë 1.000 raste, është e pamundur më marrë me ato 1.000. Ta qytetarë thotë, ja kom lënë geodet, ja kom lënë komunë, po pres. A nështë për një përmirësim të vogël, ose për një letër, ose për një shtesë dokumenti, ose diçka tjetër të mbet pa e legalizuar. Kështu që është mirë me trajtu gjithë secili kërkesën e vet. Edhe me po, ku janë problemet, ose nëse kanë fakte me arë, me thonë po, këto janë problemet, me thonë... Pra të vinë të martën dhe tajten, nëse nuk ka bëjnë. Martën dhe tajten, na një logjik e kemi edhe në katasa e geodezia dhe legalizim. Të gjithë qytetarët mi prit në takim. Pa marë pasysh kush janë tek janë. Të gjithë qytetarët. Digitalizimi, si me thonë, e ka lecu shumë punën. Shumica të në dokumenta voluminoze nuk është më. Pjesa tjetër që gjithë sistemi është digitalizuar të gjitha, si me thonë, me dokumenta me të gjitha, mbesin ashtu. Problemi vetëm është për shembull që nëse don me fillu një lanë me punu një zyrtar, atëherë sistemin mund ta punojnë 10 zyrtar për menjëherë. Mirë pa i fundit cili e mbyll sistemin, i lënë të gjithë këta masë me punën e njëjtë gjatë gjithë ditës. Këtë e kemi kërkuar më përmirësu, që nëse fillohet një lanë në mënyrë digjitale më punu, që të jetë një shej që mu ditë që ka fillu më punu. Se nëse sot pe marrim shembull, ne jemi në 2 zyre të ndryshme, atëherë është shumë probleme punu. Se mund gjithë dita me na shku neve me lëndën e njëjtë. Një kosë Prishtina i ka disa specifika. Nuk ka Prishtina si qytete tjera. Na për shembull kemi dhe 100 lanë dite. 100 lanë dite është një volum tepër i madh i lëndë.